Gjimnazi Jordan Misja me dramën Emigrantët u shpall fituesi i Festivalit të Teatrove për të rinj 2025. Loja 2 aktorëve, Ebis Artunda dhe Arbër Vata, e sjell në regjinë Simon Shkrelit, mori vlerësimet maksimale. Shfaqja më e mirë, shkolla Jordan Misja. Emigrantët është një tragjikomedi nga Mrozhek, një ndër figurat më të rëndësishme të dramaturgjisë dhe teatrit evropian të shekullit kaluar. Vepra është një portretizim i hidhur e ironik i dy emigrantëve të zënë në shoqërinë e palakmueshme, por shpeshherë edhe mallëngjyese të njëri tjetrit në një bodrum padritare në natën e vitit të ri. Ajo është historia e djeshme dhe e sotme e emigrantëve, sfidë me të cilën bota po përballet. Këshilla jeme është me vazhdu dhe me shkollat e tjera, dhe e dyta do të dëshirojsha që dalin edhe gjykime për e vetë nxënësve, jo aty në pjesëmarrës të tjerë, për me i lidh, për me i bë lidhjen, për me i bë me dashur edhe më shumë këtë. Për mua këto janë artistat e ardhshëm, për mua këto janë spektatorë të ardhshëm, për mua këto janë gjithë shka që unë pres për Shkodrën. Kjo është hera 5 që Gjimnazi Jordan Misja fiton çmimin e parë dhe jam i bindur dhe shpresoj që kjo t'jetë dhe hera e 5.000. Nuk disha them më tepër, thjesht e gjitha puna jonë e palodhur dhe e bukur tregon kjo që kam tani në dorë. Gëzim shumë i madh, sidomos për dy aktorët që kanë luajt, edhe për shkollën që më ka dhënë mbështetjen. Është një gëzim shumë i madh, sepse është kënaqësi kur një punë, një diçka vlerësohet në fund, edhe merret një diçka. Unë jam shumë i lumtur, sidomos për Arbrin që ka marrë çmimin aktori më i mirë, por edhe për Ebisin që së bashku me Arbrin kanë bërë që të kenë këtë lloj suksesi. Festivali i Teatrove për të rinj është një traditë e bukur mes shkollave të mesme të Shkodrës që synon të lidh të rinjt me teatrin, por edhe të zbulojë talentet e reja që nesër mund të jenë yjet e skenës.